keq ka rezultuar një sëmundje e pashërueshme. Dhe për ata dhe vdekjen, apo kërkojnë një vend taks vdekje, siç i vinte Bashkia e Tiranës, pra aty për të vdekur dhe mos kesh një vend ku të varrosesh, duhet të paguash para. Pra ne kemi arritur, nuk di çfarë epitetin pejorativ ti ve, po të kërkosh para dhe për varrin, domethënë imagjino tani në çfarë regjimi jetojmë. Doli lajmi atëherë që edhe me varrezat e fëmijëve, me foshnjët, merrnin vende dhe hidhen në përplera valla. Ka çështje penale. Uren dru. Ka çështje penale. Ajo është fiks për të çuar nga vendi. Ka çështje penale. Domethënë ka çështje të cilat janë kallëzuar prokuroria, dini gjë kush u dënua për atë. Pastima që Po që shisnin në do të 5D drejtoresha është duke bë set fotomodele. Çfarë më ndodhi një në fushat se këtu është janë këta tregtarët e fshatrave të Tiranës që shisin këto perimet e kështu. Po. Edhe këtu te Don Bosco takime ishte një burrë më ka ardhur ke 70 vjet duke qaf. Po të lutem thash. Po çka ke po tha kisha si ata kishte se shkëti Majdanose çep. Edhe ca portokaj. Tha mirë që më morën, tha po të lutem, tha i futën te zyra e PS-s apo an portokajt e mi. Thash. Gjobaxhin kështu, haraç mbledhit e ta ma i ka me fitu 2000 lekë, 3000 lekë ditë, aty ato 2000 lekë ti e ha me kënaqësi. Në shesh Taksim, ke qenë edhe ti dhe unë në Turqi, me familjet. Në shesh Taksim un kam pyetur kot, se duke parë Tiranën, veja merre në një ato flokët e sheqerit ose gështenja, pagun një taks, të vjen në njëri të rëmbën, a pagun për këtë vendin, paguaj një shumë simbolike vjeçare. Me lira kështu që ne pe harxojmë kafe ato. Dhe ti kishe të drejtën kudo në sheshin Taksim, ku ta kishe piketuar ty Bashkia e Stambollit, që ti të shkoje dhe nuk paguaje taksa, sepse ti je shitës ambulant, Turqia valla. Ky episod u mundësua nga Red and Black Motors, Stone On Flow, Stax Consulting, Eden Decor dhe stacioni librarisë.